Të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Do të nisim me zhvillimet më të fundit nga bota. Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara dhe më pas Ambasada Amerikane në Tiranë u bëjnë thirrje qytetarëve amerikanë për vigjilencë si shkak i tensioneve gjeopolitike. Por analiza thekson se rajoni është i mbuluar nga baza të shumta ushtarake të NATO-s në Greqi dhe në Turqi. Çka ngre pikpyetje mbi arsyetimin dhe efektin e mesazheve të tilla, të cilat perceptohen nga disa si të egzageruara. Për më tej shënimi redaksional. Që në datën 22 mars 2026, Departamenti i Shtetit lëshon një njoftim zyrtar që i drejtohet qytetarëve amerikan globalisht. Në këtë njoftim kërkohet rritje vigjilencës për shkak të tensioneve gjeopolitike, veçanërisht në lindjen e mesme, dhe theksohet rreziku i mundshëm për interesat amerikane në vende të ndryshme të botës. Në thelb njoftimi nuk përmend vende specifike si objektiva të drejtpërdrejta, po përfshin një thirrje të përgjithshme për kujdes, duke u kërkuar qytetarëve amerikan të ndjekin udhëzimet e ambasadave dhe konsulatave përkatëse. Në 1 prill 2026, Ambasada Amerikane në Tiranë me tone të egzageruara dhe urgjente e përsërit më dramatike të njëjtin njoftim, duke rikthyer në vëmendje në një formë që duket sikur është bërë enkas për të hapur panik, fiks para sezonit turistik. Po le të futemi një analizë të thjeshtë. Distanca Teheran-Tiranë është rreth 2800 km dhe përshkon dy vendet e NATO-s, Greqinë dhe Turqinë. Bazat në Greqi, sipas marrëveshjes së fundit të mbrojtjes MDCA, përfshin 11 pika kyçe ku më të njohurat janë baza detare e Gjirit të Sudës Kret, e vetmja bazë e përhershme dhe superbaza kryesore për flotën e 6 në Mesdhe, porti i Aleksandroupolit, baza ajrore e Larisës, baza ajrore e Stefanovikios, Volos, qendra për stërvitjen dhe operacionet e helikopterëve, baza ajrore e Aktios, Prevez, baza ajrore e Araksos, Pelopones, baza ajrore e Andravides për stërvitje të përbashkëta ajrore, si dhe kampingu në Aleksandroupol për mbështetje shtesë. Bazat në Turqi janë rreth 11 instalime të integruara në strukturat e NATO-s. Me shumë mundësi të gjitha këto baza janë vende potenciale aktive dhe shumë afër që e demonstrojnë realisht Iranin. Tani mes halleve që ka do ngrihet Irani i bjerë Shqipërisë, vendi të vogël e të djallëzuar në thonjza, pse ka strehuar një 3000 vulhumbur. Kjo duket si një lëvizje boshe ambasadës, apo si një përpjekje për t'i bërë shqiptarët anti-iranian, sepse pavarësisht se çfarë mendon dhe si sillet parlamenti ynë, në thelb shqiptarët nuk miratojnë dhe nuk janë pro asnjë lufte dhe asnjë gjakderdhje në botë. Por me sa duket, i çmenduri i Washingtonit po e transferon çmendurin në të gjithë administratën dhe virusi ka mbritur deri në Tiranë. Dhe poezia e të madhit Dritroagollit duhet të ndryshojë. Në vend që të jetë në vendin tim e në vendin tënd një i çmendur të gjithë i çmend, sot duket se duhet jetë në globin tim e në globin tënd një i çmendur të gjithë i çmend. Paralajmërimi i ambasadës amerikane ka qenë kryefjalë në seancën e sotme parlamentare në Kuvend. Për deputetin Erion Braçe nuk duhet përhapur panik, pasi kjo godet sektorin ekonomik të turizmit. Ndërsa për mediat, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi tha se njoftimi i ambasadës amerikane në Tiranë është një njoftim i zakonshëm dhe nuk ka vend për asnjë shqetësim. Seanca e sotme parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë ka nisur me debate sa i përket paralajmërimit të bërë dje nga ambasada amerikane në Tiranë për sulme të mundshme që regjimi iranian mund të ndërmarrë ndaj vendit tonë. Opozita e ka cilësuar si një paralajmërim serioz dhe kërkon mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ndërsa majoranca nga ana tjetër thot një zëri se nuk ka vend për panik dhe aktualisht ndaj Shqipërisë nuk kanoset asnjë rrezik. Deputeti socialist Erion Braçe tha se njoftimi i ambasadës amerikane është çështje që duhet trajtuar në komisionet parlamentare dhe nuk duhet përhapur panik. Kjo godet sektorin ekonomik të turizmit, tha ai, ndërsa vërejti se është një përpjekje që vjen prej muajsh. Ekonomia nuk është një gjë që zhvillohet atje tej, po ka një element shumë të rëndësishëm në të, besimin. Paniku që përhapet në të tilla raste mund godas ekonominë dhe mbi ekonominë mund godas qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Punën e tyre, të ardhurat e tyre
dhe gjithçka tjetër që lidhet pikërisht me ekonominë e tyre. Kështu që unë do kërkoja që të ketë përgjegjësinë në këtë sallë. Këto nuk janë çështje që diskutohen këtu. Këto janë çështje që diskutohen në komisionet parlamentare. Si të doni, me dyert të hapura, me dyert të mbyllura, nëse janë klasifikuar, normalisht shkojnë atje dhe konsumohen atje brenda, por edhe atje me vëmendjen e jashtëzakonshme për mos shkaktuar panik me pasoja të rënda ekonomike mbi të ardhurat e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Turizmi është një degë e ekonomisë që zhvillohet vetëm mbi besimin dhe ka një përpjekje shumë të madhe muaj të tërë për ta goditur turizmin. Boll me kaq. Për mediat foli edhe ministri i Mbrojtjes Erman Nufi, i cili tha se njoftimi i ambasadës amerikane në Tiranë është një njoftim i zakonshëm dhe nuk ka vend për shqetësim. Besoj që nuk ka vend për të shqetësuar, besoj që ambasada ka bërë deklaratën e saj përputhje me masat e sigurisë që kanë për qytetarët amerikanë, vend për të pas kujdes për sigurinë, patjetër që ka, po kjo është e gjithkohshme. Por më tepër në një kohë kur në bota ndodh një situatë tepër vështirë. Besoj që kërkesa ka shkuar për të gjitha ambasadat e Bashkuar në Europë dhe besoj që kjo vetëm që kjo është për gjithë qytetarët amerikanë në të gjithë Europën, nuk është vetëm për Shqipërinë. Nëse ju keni marrë që ka qenë deklaratë vetëm për Republikën e Shqipërisë, patjetër që jo. Nuk është informacioni saktë. Informacioni i saktë është që ky është një informacion i cili është dhënë për të gjitha ambasadat dhe patjetër edhe për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka marrë një qendrim të prerë ndaj një regjimi i cili ka dëmtuar interesat kombëtare shqiptare. Pra ne si qytetarë shqiptar jemi cënuar nga veprimtaria e aktorëve të lidhur me atë shtet dhe që kanë cënuar infrastrukturat tona kritike, pavarësisht se qeveria shqiptare ka marrë çdo mas dhe të gjitha sistemet janë rikthyer, të gjitha sistemet janë funksionale. Sa kaq, njësia antiterrori në Policinë e Shtetit ka intensifikuar planin e masave dhe ka rritur gatishmërinë me kontrolle në terren pas paralajmërimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fokus të masave janë kryesisht ambasada amerikane, izraelite, kampi mujahedinëve në Manz, si dhe sheshe hapësira të mëdha publike në vende, ndërsa pritet shtimi i forcave policore në terren. Gjithashtu, strukturat e antiterrorit kanë zhvilluar takime me përfaqësues të ambasadës amerikane dhe asaj izraelite. Më mirë vonë se kur, kështu ka ndodhur me punimet për rehabilitimin e pjesës lidhëse midis lungomare 2 dhe 3. Për qytetarët të cilët frekuentojnë zonën e ujit të ftohtë, ky projekt i rëndësishëm është vonuar në kohë, ndërsa jemi në prag të sezonit turistik. Pas shumë muajsh ndërprerje nga nisja fillestare e punimeve, më në fund firma 2T ka rinisur punën për rehabilitimin e pjesës lidhëse mes lungomare 2 dhe 3. Qytetarët e Vlorës, të cilët e frekuentojnë zonën e ujit të ftohtë, thonë se ky është një projekt shumë i rëndësishëm, i cili duhet të realizohej kohë më parë, por sipas tyre kjo pjesë e shëtitores gjithmonë ka qenë e harruar mes amortizimit ndër vite. Për vlonjatët ky është një projekt i vonuar, ku vlerësimet për ritmet e punës nuk janë as pak pozitive. Sipas tyre firma duhet ta mbarojë punën brenda nisjes së sezonit veror, pasi nuk duhet të sjellë pengesa në qarkullim si dhe në sezonin turistik në qytet. Po shikojmë të mos bëjnë një gjë të bukur, po. Si vlerësoni punimin deri më tani, se besoj e frekuenton shpesh. Po deri tani mirë janë këta, se këto po të shikoje këtu. Ja këto. Këto ishin të hedhura kështu, tani i kanë sistemuar, e kanë bërë gati. Edhe gjë e bukur do dalë, besoj gjë e bukur do dalë. Po ka qenë, edhe koha ka qenë, nuk ka qenë kohë ka bërë kohë e keqe, dhe shira gjithas, nuk i ka lënë me të drejtë. Është i domosdoshëm ky projekt për këtë pjesë të drejtë? Po patjetër. Kjo duhet lidhje, se s'bën me këtë. Duhet lidhje. Ishte një zonë si e veçuar, si amortizuar. Edhe e pa shfrytzuar ishte. Ndërsa tani që çfarë hapësira është hapur. Do me vjen edhe plazhin, vjen e bën. Gjë bukur është. Çfarë të them, pa parë projektin, po informuar s'mund të them gjë. Po, në sens pozitiv, zgjeron rrugën a. Ritmet janë të ngadalta. Kaq. Duhet përfundoj? Po patjetër para sezonit duhet. E pret? Ke pritshmëri se do të përfundoj para sezonit? Patjetër. Kjo pjesë e shëtitores lungomare 2 prej rreth 4 vitesh ishte lënë në gjendje të amortizuar. Kjo për shkak se ka patur një konflikt mes firmave të cilat kanë realizuar rehabilitimin e shëtitores lungomare 2 dhe lungomare 3. Asnjë prej këtyre firmave deri në nisjen e punimeve nuk e kanë pranuar këtë pjesë si të përfshirë në projektin e tyre, e përpasoj asnjëra prej tyre nuk pranonte ta rehabilitonte.
Periudha e dimrit, por dhe kalimi drejt pranverës të shoqëruar me një ngarkesë të shtuar pacientësh në qendrën shëndetësore të Novoselës, sipas mjekut Arben Xhuveli, i cili thekson dhe domosdoshmërinë e vaksinimit të popullatës ndaj virusit të gripit. Periudha e dimrit por dhe kalimi drejt pranverës është shoqëruar me një ngarkesë të shtuar pacientësh në qendrën shëndetësore të Novoselës, sipas mjekut Arben Xhuveli, ku sipas tij kanë qarkulluar forma të ndryshme të gripit nga më të lehtat deri tek rastet më të rënduara, por pasjell probleme të veçanta apo situata shqetësuese për shëndetin publik. Gjatë periudhës kryesisht nëntor, dhjetor, janar, shkurt, edhe fillimi muajit mars ishim gjatë sezonit të gripit, stinori i cili thënë drejtën vazhdon ende me raste më pak, po gjithsesi jemi në këto situatë. Kaloi me një ngarkesë në momente të caktuara edhe të rritur, me më shumë numër të rritur rastesh, me forma më të lehta dhe forma më të rënda, forma të hospitalizuara në fundit si çdo vit, si çdo gjendje gripale. Mendoj se e përballua mirë dhe mund të themi që ishte e kaluar në mënyrë suksesshme pa problematika të veçanta. Xhuveli ndalet dhe tek rëndësia e vaksinimit kundër gripit, duke cilësuar atë si një nga mjetet kryesore parandaluese, veçanërisht për moshat e treta dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike. Mjeku thekson se një grip i zgjatur mund të ndikojë negativisht në gjendjen shëndetësore të këtyre kategorive, ndërsa shton se fushata e vaksinimit ka qenë e suksesshme. Megjithatë, ai apelon që qytetarët të tregojnë të kujdesshëm dhe të vaksinohen në kohë. Gripi ka punën e tij dhe njeriu normalisht mjekësia ka punë e saj. Gripi ne nuk e ndalojmë dot, por ne mund të vaksinohemi. Dhe vaksinimi edhe duke parë situatën si vjet, tregoj që vaksinimi është një mjeti kryesor që kemi në kundër gripit stinor. Kur flas për vaksinimin, flas kryesisht për moshat e treta, të sëmundjes kronik, por çdo njeri që ka kryesisht dhe profesionistë që kanë punë të tilla që jetojnë në ambiente ku mund të kontaminohen shpejt, apo që një gjendje gripale zgjatur mund t'i lërë dhe mund të ndërpresë procesin e punës ose të krijojë një lodhje të gjatë, pa llogaritur efektet asore që jep gjendja gripale. Ndaj vaksinimi është shumë i rëndësishëm, për mendimin tim është arma kryesore kundër gripit. Duke qenë se e zumë në gojë, ne si vjet kishim dhe fushan e vaksinimit të gripit stinor si çdo vit, dhe që një vaksinim mund të themi suksesshëm, me arritëm ndoshta edhe të i kaluar atë objektivin e vendosur nga njësia vendore e kryqëzimit shëndetësor, dhe ja jemi në këto. Megjithatë ka gjithmonë vend për përmirësim, por unë vazhdoj të mbul për vaksinimin e gripit stinor. Vaksinën kundër gripit stinor është një zgjidhje e mirë. Edhe pse jemi në stinën e pranverës, mjeku Xhuveli nënvizon se virozat sezonale vijojnë të jenë prezente, të shoqëruara shpesh edhe me alergjit tipike të kësaj periudhe. Për këtë arsye, ai këshillon qytetarët të mos neglizhojnë simptomat dhe të kërkojnë ndihmën e mjekut për trajtimin e duhur. Ne jemi në muajin prill tani, jemi zyrtarisht në pranverë, por janë të dyja, mund të themi, se edhe koha, siç e shkon me këto lëkundjet e temperaturave, njeriu është më vulnerabël, më i dobët, të themi, rezistencë e njeriu të bie në këto lëvizjet e temperaturave, dhe kemi virozat e stinës tani, në një rast të shkëputur të gripit, kemi virozat e stinës, po janë dhe alergjit, të cilat ja tani duke u ngrohur koha me çeljen e luleve dhe të bimësisë, me rritjen e përqindjes së polenit në ajër, dhe përqindjes dhe të shumëllojshmërisë së poleneve. Se janë të gjitha bimët që çelin njerëz, atëherë i kemi dhe alergjit stinore patjetër, të cilat pasaj kanë ato mënyrën e tyre se si duhet të veprojnë. Është meqense zonë alergjit, edhe meqense jemi dhe tani në ashtu, është diçka që shumë njerëz se në vlerësojnë rëndësinë e një gjendje alergjike. Mirë është që gjendjet alergjike të vlerësohen nga mjeku, të vlerësohen nga një profesionist i shëndetit. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i punës së qendrës shëndetësore është shërbimi i kontrollit në banesë, pjesë e një projekti të qeverisë shqiptare. Ky shërbim fokusohet kryesisht tek një grup pacientësh që kanë vështirësi për të lëvizur, duke u ofruar kujdes të vazhdueshëm shëndetësor. Është projekti që ka disa vite që
ka filluar, ka 2 vjet që ka filluar ky projekti KSHB, që është kontrolli shëndetësor në Banesë, i cili është një projekt i qeverisë shqiptare, Ministrisë Shëndetësisë të themi, i cili ka të rregullat e saj, ka mënyrën e nemi të trajnuar dhe kemi dhe dokumentacionin për katës apo bazë ligjore ku mbështetemi atë, bazohet kryesisht në shërbimin ndaj disa grup pacientësh të cilët kanë pamundësi ose vështirësi të madhe të themi për të ardhur paraqitur qendrën shëndetësore. Është në vazhdim, është proces i përditshëm pune, ky kontrolli shëndetësor në Banesë, dhe ne pothuajse çdo ditë kemi dikë që duhet të vej mjeku ose infermieri, kryesisht infermieri, dhe mjeku pasaj kur gjykohet e nevojshme. Ne jemi, siç thash, nëse po diskutojmë, madje edhe tani jemi në përgatitje dhe për një trajnim të ri që do bëjmë në lidhje me këtë temë. Trajnimet bëhen në monitorimin e një shoqate të shëndetit, është projekti HAP quhet, është një projekt zviceran, i qeverisë zvicerane, i cili ka shumë vite, ka 10 vite që asiston qendra shëndetësore. Ka qenë në disa zona të Shqipërisë, tani është edhe këtu te neve në Vlorë në 2-3 qendra shëndetësore, të cilat i asiston qendra shëndetësore dhe Ministrinë e Shëndetësisë në këtë projekt. Dhe ne jemi tani duke organizuar një trajnim që do flasim për këto problematika me njëri tjetrin. Kështu për bluzat e bardha të qendrës shëndetësore në Vosel, tashmë kontrolli shëndetësor në Banesë është një proces i përditshëm pune, që synon të përmirësojë cilësinë e shërbimit dhe të jetë më pranë nevojave të pacientëve. Sot, në ditën ndërkombëtare për ndërgjegjësimin ndaj autizmit, qeveria shqiptare ka prezantuar planin kombëtar të veprimit për personat me aftësi të kufizuara për vitet 2026-2030, ku pritet të dyfishohet pagesa mujore për 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuara. Në ditën botërore të autizmit, qeveria shqiptare ka vendosur të dyfishojë pagesën mujore për 11.000 fëmijë me aftësi ndryshe, si dhe njohjen e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për rreth 14.000 kujdestarët dhe ndihmësit e tyre. Gjatë aktivitetit pak art në pedonale në Berat, Ministria e Shëndetësisë Evis Sala theksoi se kjo kategori do të marrë shërbime më të specializuara dhe do të ketë një herit kujdes të posaçëm. Ndërsa flitet për paketën mbështetëse për dyfishimin e pagesës financiare për rreth 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuar, përfshir fëmijët me spektër autizmi, fëmijët e verbër, tetraplegjik dhe fëmijët me sindromën Down. Qeveria ka ndërmarrë gjithashtu iniciativën së pari për të dyfishuar pagesën mujore për fëmijët me aftësi të kufizuar deri në 18 vjeç. Nga ana tjetër, ka njohur kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për mbi 14.000 kujdestar, të cilët ofrojnë kujdes. Nuk janë vetëm prindër, janë dhe persona që kanë në kujdes fëmijë apo persona me aftësi të kufizuar, të cilët ja dedikojnë jetën e tyre shërbimit dhe kujdesjes për këta persona. Në qendrën e shërbimeve komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara në Vlorë, çdo ditë marrin një sër shërbimesh fëmijët me aftësi ndryshe, mes të cilëve dhe ata që kanë çrregullime të spektrit autik, sipas drejtores së qendrës Entela Selmani. 2 prilli është dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin. Qyteti i Vlorës prej vitesh ka një qendër të shërbimeve komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara. Entela Selami, drejtuese e kësaj qendre, thotë se në të marrin çdo ditë një sër shërbimesh fëmijët me aftësi ndryshe, mes të cilëve edhe ata të cilët kanë çrregullime të spektrit autik. Selami thotë se këto shërbime ofrojnë falas. Sipas saj, është tepër e rëndësishme që prindrit i trajtojnë fëmijët me ndihmë të specializuar që në fazat e hershme të çrregullimeve, pasi kjo gjë sjell tek ata përmirësim të ndjeshëm. Ajo thekson edhe faktin që fëmijët të cilët referohen në këtë qendër marrin shërbime nga një staf i kualifikuar për fëmijët me aftësi ndryshe apo aftësi të kufizuara. Qendra jon ofron një sër shërbimesh për fëmijët me autizëm. Ofron logopedi, terapi zhvillimi, fizioterapi, mbështetje shkollore dhe terapi okupacionale. Këto janë një sër terapisht të cilat ndikojnë në zhvillimin dhe në përmirësimin e jetesës së fëmijëve me autizëm. Shërbimet që marrin në qendër janë pa pagesë. Sistemin e referimit për të marrë këtë shërbim, punonjëse sociale tregon her pas here prindërve të cilët janë
nevojtarë dhe vinë për të marrë shërbimet këtu. Shërbimet marren nga specialistë të cilët janë të kualifikuar dhe një zë të veçantë i japim ndërhyrjes së hershme, e cila është shumë e rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve. Të gjithë fëmijët janë unik dhe duhen pranuar ashtu siç janë. Në qendrën e shërbimeve komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara marrin shërbim 63 fëmijë, ku 70% e tyre janë me spektrin autik. Kjo qendër është e hapur nga e hëna në të premten, nga ora 8 deri në orën 16 dhe shërbimet janë falas. Grup mosha me spektrin autik që merr shërbime është nga 3 deri në 17 vjeç, ndërsa grup mosha e fëmijëve apo personave me aftësi të kufizuara që marrin shërbime është nga mosha 2 vjeç deri në 21 vjeç. Fëmijët të cilët trajtohen në këtë qendër vinë aty me një diagnozë nga mjekët specialist. Në ditën e dytë të festivalit të gazetarisë Pyet u diskutua dhe çështja e dezinformimit, ku i pranishëm ishte edhe deputeti socialist Erion Braçe. Duke folur për sigurinë juridike, Braçe tha se kushdo duhet të ndihet i mbrojtur, ndërsa shtoi se mënyra si nganjëherë veprojnë institucionet kthehet në një abuzim të plotë. Në ditën e dytë të festivalit të gazetarisë Pyet u diskutua dhe çështja e dezinformimit, ku i pranishëm ishte edhe deputeti socialist Erion Braçe. Duke marrë fjalën pas Aldorninit të Akromax, Braçe tha fillimisht se nëse do flisja kaq troç se Aldori, në këtë vend do bëhej nami. Duke folur për sigurinë juridike, Braçe tha se kushdo duhet të ndihet i mbrojtur, ndërsa shtoi se mënyra se si nganjëherë veprojnë institucionet kthehet në abuzim të plotë. Mëtej Braçe u shpreh se çështjen e desinformimit duhet ta rregullojë shteti, teksa shtoi problematikat. Gjëja e parë që duhet të them është po të flas unë me gjuhën që foli Adlori, në këtë vend bëhet nami. Po fol. Dhe nuk ndodh. Ke hapësirën që të flasësh, ti ngrem shqetësimet, kështu që. Një sekond. Hajde ti zgjidhim, të marrim masa konkret. Një sekond. Çështja e sigurisë juridike për cilin flet Aldori është shumë e drejtë. Normalisht gjithkush duhet ndjehet i sigurt dhe i mbrojtur nga institucionet. Por në krahun tjetër, mënyra se si institucionet veprojnë, nganjëherë kthehet në abuzim të plotë. Të vendosësh sot kufizime për një lajm nga një redaksi mediatike, televizive ose jo, është shkruar kështu me radhë online, e me radhë është e pamundur në këtë vend. Ta themi siç është. Patjetër, në lajm reagimi që vjen, por problemi që ndron që ne nuk dim kujt i referohemi kur një portal anonim shkruan diçka që na dëmton. Një çështje që është shumë e rëndësishme, ka një gamë shumë të gjerë. Nuk është vetëm desinformimi. Brenda strategjisë kemi listuar disa aspekte të keqinformimit apo të informimit që shkakton dëm. Duke nisur nga desinformimi dhe keqinformimi dhe në fund fare edhe me propagandën. Për të adresuar këto problematika kryesisht me ndërhyrje të huaja, ndërsa brenda vendit me ndërhyrje politike. Çështja e transparencës dhe çështja e përgjigjes së institucioneve qeveritare është kthyer në një problem shumë të madh, jo vetëm për qytetarët, por dhe vetë institucionet ku vendin dhe deputetët, tha deputeti Braçe. Të nderuar shikues, kjo ishte edhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Për zhvillimet e mëtejshme na ndiqni në rrjetet tona sociale si dhe në faqen tonë zyrtare. Bashkë mirupafshim.